Vllaznia do të presë të premten orën 19 Tiranën në klasikën e Shqipërisë. Në prag të duelit që do të luhet në Loro Buriqi, dy futbollistët e klubit shkodran Lirim Kastrati dhe Klinti Qato dolën në konferencë për shtyp. Kastrati theksoi se vllaznia do të marrë vetëm 3 pikët me Tiranën, ndërsa shtoi se e kanë analizuar mirë ekipin bardhë dhe blu. Po ashtu, sulmuesi kosovar kërkoi edhe mbështetjen maksimale të tifozëve shkodran për ndeshjen ndaj Tiranës. Jemi gati për ndeshjen e radhës edhe gjithë ekipi e kemi studiu mirë kundërshtarin, kështu që pritet të jetë nesër një ndeshje shumë e mirë. E njohim Tiranën sepse kemi luajtur 2 ndeshje me Tiranën, kështu që i kemi përcjellë ndeshjet tjera që kanë bë. Besoj që nuk ka më ndryshuar shumë sistemin e lojës, po jemi të gatshëm për çdo lloj formacioni që luajmë, kështu që kryesorja është se përgatisim ne ekipin, ndeshjen edhe siç thash edhe një herë, besoj se nesër 3 pikë do i lojmë në Shkodër edhe do vazhdojmë për synimin tonë. I kisha lutur edhe tifozëve shkodran që të vinë nesër me një numër sa më të madh në stadion edhe se janë një mbështetje shumë e madhe për neve. Kështu që thash edhe një herë, për neve lojtarëve është vetëm një ndeshje e radhës edhe nuk do ndikohemi shumë prej tifozave. Edhe mes fushori Klinti Qato u shpreh se vllaznia është përgatitur maksimalisht për ndeshjen, duke theksuar rëndësinë e përballjes ndaj Tiranës. Qato tha se synimi mbetet vetëm fitoria dhe vazhdimësia pozitive, ndërsa shtoi se ekipi kuqeblu ka kualitetin dhe mbështetjen për ta mbyllur sezonin me sukses. Po, besoj se kemi përgatitur mirë këtë ndeshje. Shqyr që grupi ka qenë i plot, sepse kemi pasur edhe ne ato dëmtimet ose po them virozat e stinës. Mendoj që grupi është i plot, jemi përgatitur maksimalisht për këtë ndeshje dhe e dim shumë mirë se sa e rëndësishme kjo ndeshje pritet në Shkodër. Do të jetë një atmosferë e bukur, i ftoj të gjithë tifozëve shkodran që ta mbushin dhe të kthehen si në kohët më përpara të jetë stadiumi i plot, sepse për ne është një mbështetje shumë e madhe dhe besoj dhe nga ne do jetë maksimalisht e vlerësuar si lojtar. Dhe mendoj që të dalim fitimtar për nesër. Mendoj synimet janë gjithmonë e më të mëdha. Ne mundohemi të analizojmë gabimet e vjetshme, sepse edhe vjet mendoj që kemi bërë një kampionat të suksesshëm, pavarësisht se nuk e kemi mbyllur si duhet. Mendoj që këtë vit i kemi menduar mirë se çfarë duhet të bëjmë në të ardhmen tonë dhe besoj e kemi potencialin për të shkuar deri në fund këtij kampionati, sepse janë lojtarët, është mbështetja nga presidentat, nga trajneri, nga stafi dhe mendoj që kemi kualitetin për ta mbyllur si duhet këtë kampionat. Kuqeblut presin mbështetje maksimale nga tifozët për ta kthyer këtë përballje në një tjetër hap pozitiv drejt objektivave të sezonit.